Pas një periudhe me shifra optimiste, ekonomitë e Ballkanit po tregojnë shenja ngadalësimi. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rishikuar në ulje parashikimet për rritjen ekonomike të rajonit për vitin 2025, duke e përfshirë edhe Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, e cila pritet të rritet më ngadalë se sa ishte parashikuar më herët. Raporti Regional Economic Outlook for Europe Oktober 2025 sinjalizon se pas kulmit të rikuperimit post-pandemik, kërkesa e brendshme po zbehet, investimet po frenojnë nga kostot e larta të financimit, ndërsa kërkesa nga tregjet të BE-s mbetet e dobët. Shumica e vendeve të Ballkanit Perëndimor i ndjejnë këto efekte të ngadalësimit. Rritja ekonomike e Shqipërisë ulet në 3.4% nga 3.8% që ishte pritshmëria në raportin e pranverës. Në vitin 2026 rritja pritet të jetë disi më e fortë, 3.6%, ndërsa inflacioni parashikohet të rritet gradualisht duke arritur në 2.8% në vitin 2026. Maqedonia e Veriut pritet të ketë të njëjtën dinamik në zhvillimin ekonomik me 3.4% në vitin 2025. Në Maltëzi, performanca pritet në 3.2% në 2025, më mirë parashikohet të performojë Kosova me 3.9% në 2025 dhe 4% në vitin 2026. Më ngadalë pritet të ecë Malizi me 3.2%, ndërsa Serbia dhe Bosnia-Hercegovina mbeten në kufit e 2.4 deri në 2.7%. Në nivel botror, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ekonomia globale po tregon qëndrueshmëri karshi tarifave të reja amerikane, por paralajmëron se perspektiva mbetet e zymt. Ekonomia botrore pritet të rritet me 3.2% këtë vit përpara se të bjerë lehtë në 3.1% në vitin 2026. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, tensionet tregtare mes SBA-s dhe Kinës, rritja e huamarrjes publike dhe kostot e larta të mbrojtjes pritet të ndikojnë negativisht në stabilitetin ekonomik afatgjat.